Kryeministri Edi Rama lajmëroi një plan të ri të koduar paqja fiskale me biznesin. Plani që do të prezantohet sipërmarrësve synon lehtësi fiskale, por edhe mbajtjen e kontrolleve tatimore larg bizneseve. Nëse biznesi dhe qeveria apo më saktë agjencia e të ardhurave, tatimet, bien dakord që për vitin e ardhshëm ose për 2 vitet e ardhshme ose për 3 vitet e ardhshme unë si biznes do të paguaj këtë që kam paguar vitin e kaluar plus rritjen ekonomike, është një formulë thjesht, atëhere tatimet marrin përsipër që ti si biznes nuk ke më asnjë lloj kontrolli dhe asnjë lloj nevoje të kesh asnjë marrëdhënie me burokracinë. Në takimin me biznesmen të Legjës, Rama tha se plani i paqes parashikon edhe uljen e tatimeve kur biznesi publikon të ardhurat e padeklaruara më parë. Pra nëse për të ardhurat e zakonshme tatimi mbi fitimin është 15%, për të gjitha për ato të ardhura që deklarohen me prapa veprim, për të rregulluar llogaritë e brendshme, tatimi mbi fitimin do jetë vetëm 5%. Ky është një incentiv shumë i fortë për biznesin dhe nga ana tjetër është edhe në interes të shtetit. Pjesë e këtij plani paqeje janë edhe detyrimet dhe gjopat e prapambetura, sqaroi kryeministri Rama.